الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij të ndershme, shokëve të Tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala e krijoi njeriu në formën më të bukur dhe e përsosi krijimin e tij dhe e vendosi atë në tokën e tij dhe ja nënshtroi gjithë çfarë i nevojitet njeriut që ai të jeton në tokën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të mbulohet me qiellin e Allahut gjithashtu i cili është në shërbim të Tij. Siç thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wasakhkhara lakum ma fi s-samawati wa ma fi l-ardi jami'an minhu." Dhe ai Allahu u nënshtroi gjithë çfarë u nevojitet juve në qiell dhe në tokë. Të gjitha janë prej Tij, pra prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala e nënshtroi gjithçka për njeriun, Allahu subhanahu wa ta'ala e vendosi fenë e Tij, e vendosi shariatin e Tij, e vendosi ligjin e Tij si rregull me të cilin duhet të jetojnë njerëzit në fytyrën e kësaj tokës. Dhe për këtë ligj dhe legjislacion Allahu te bareke wa ta'ala zbriti libër nga qielli dhe dërgoi pejgamber nga njerëzit. Dhe të fundit pejgamber e përmbylli Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga ajo që Allahu subhanahu wa ta'ala e vendosi në këtë shariat të bekuar, në këtë shariat I cili është rahmet, jo siç na akuzojnë islamofobat dhe pabesimtarët se Islami dhe ligji I Allahut është I egër. Pra ligji I Allahut subhanahu wa ta'ala është rahmet për gjitha krijesat. Ligji I Allahut subhanahu wa ta'ala është drejtësi absolute. Ligji I Allahut subhanahu wa ta'ala është mëshirë. Dhe ligji I Allahut subhanahu wa ta'ala është hak dhe drejtësi nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe nga ky ligj vëllezër të nderuar që e vendosi Allahu subhanahu wa ta'ala në mënyrë që të ruhet jeta e njeriu dhe në mënyrë që jeta e njeriu të ecë në ekuilibër, të ecë në baraspesh dhe të jetë si duhet, është se Allahu subhanahu wa ta'ala e shenjtëroi jetën e njeriu dhe e ndaloi vrasjen e tij pa hak. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dhe mos e mbytni njeriun që ka ndaluar Allahu vrasjen e tij, përveç se kur e kërkon drejtësia.
Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, duke treguar për pasoja të rënda, për atë që e mbyt një besimtar, apo e mbyt një njeri pa hak, e mbyt një musliman pa hak. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, dhe kushdo që e vret, e mbyt një besimtar qëllimisht, fa jazauhu jahannam, thot atëherë dëshkimi i tij do jetë xhehenemi. A ka pasojë më të rëndë se sa të mbetën në xhehenem, Allahu na rujt. Pra fa jazauhu jahannamu khalidan fiha. Aja të do qëndron për gjithmonë. Wa ghadiba Allahu alayhi, dhe Allahu është i zëmruar me atë. Wa la'anahu, dhe e ka mallkuar atë, pra e ka nxjerr për rahmetit e tij. Megjithse rahmeti i tij ka përfshirë çdo gjë. Wa adda lahu adhaban adhima, dhe për to dhe të ka përgatit dënim të rënd. Pra shikon në këtë ajet fisnik të surës Nisa, se sa dënime jenë rëndit për ato i cili e vret një besimtar qëllimisht. Kjo nga se vëllezër të nderuar, besimtari ka peshë të madhe të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, laqatlu mu'minin, thot dhe vrasja një besimtarit, a'dhamu inda Allah, thot është ma e rëndë të Allahu, ma e madhe të Allahu, min zawali dunya, se sa shkatrimi krejt kësaj gjësie. Pra maran është me mbyt një besimtar. E në veçanti ai kur e ka opozitën huq, ai cili ju del për para xhamatit dhe jam mëson fejnë Allah subhanahu wa ta'ala, se sa shkatrimi kësaj dynjaje. Dhe ka në hadithin tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, me lehtë për Allah në shkatrimi qabës guri për guri, me që se çfarë shenjtëri e ka qabja, se sa mbytja një muslimonit. A që është e rëndë dhe a që ka pasojat ma të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu gjithashtu vazhdon në ajete tjera dhe thot, walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Dhe besimtar të mirë janë ata që nuk lusin zot tjetër pos Allahut, krijuesit e tyre. E adhurojnë Allahun duke ju nënshtruar atij dhe duke ju parul. Pastaj, pas e ka përmend shirkun, që është krimi të gjitha krimet, në hakën e Allahut, thot, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dhe nuk e mbysin njerin që ka ndaluar Allahu xhelalu ala, përveç se kur e kërkon drejtësia. Wa man yaf'al dhalik, dhe kushdo që i ban këto, pra ban shirk në Allahun, Allahun e rujt. Dhe e mbyt njeriu yalqa athama, atëherë ai ku mu gjun xhehenem dhe e pret dëshkim i rënd. Me preashtim të atyre që pendohen, sinqerisht dhe kthehen Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe për shkak pasojave të mëdha që ka ky krim, vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin tjetër, min ajli dhalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafs فكأنما قتل الناس جميعا. Thot dhe për shkak që mund dal vrasjet dhe mund dal të krime, e kena bo obligim se ai që mbyt një njeri, pa myt ai kërkan hiq, atëherë dënimi dhe ndëshkimi ti të Allah është فكأنما قتل الناس جميعا, është sikur se me mbyt gjithë njerëzimin. Pra mbytja një besimtari, mbytja një muslimani, është sikur se mbytja këtë njerëzimit, vëllezër të nderuar. Pra kjo është pasojë shumë e rëndë. Prandaj shejtani i mallkuar, i cili ecë në trupin e bijve të Ademit alayhis salam, ashtu sikur se ecë gjaku, ecën, vëllezër të nderuar, që ti zemron njerëzit, ti zemron muslimanët në veti, dhe pastaj të i shpij ata në vrasje dhe në marrjen e jetës së njëri tjetrit. A nuk erdhi një person te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulullah, tha i dërguar Allahut, ausini, tha këshillam,
pejgamberi alayhis salam tha la taghdab, mos u zemra. Pastaj prapë i thot ja Rasul Allah i dërguar Allahut këshillam. Pejgamberi alayhis salam prapë i thot mos u zemra. Prapë ja përsërit, po thot prapë mos u zemra. Theret dhe demiraren, pra kështu pejgamberi alayhis salam duke ja thonë njëjtin këshill, nga se son njerëzit zemrimi dhe gjaku i nxehtë i tyre dhe nervoza pa kontrolluar i ka quar ata që t'ja morin jetën njëri tjetrit. Prandaj vëllezër të nderuar, nëse ndodh që shejtani të nervozon dhe të zemron, atëherë ki ilaçin ku pejgamberi alayhis salam thot thuaj e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vaj kërkoj Allahut mbrojtje prej shejtanit të mallkuar. O thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i numëruar mëkatet e mëdha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat. Largojuni 7 mëkate shkatruese. E përmeni pejgamberi alayhis salam të parën shirkun e Allah. Shirku që është krimi gjitha krimeve, dhe pastaj e përmeni wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah, dhe me mbyt njerin që ka ndalu Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi në një hadith tjetër dhe tha awwalu ma yuqda bayna an-nasi yawm al-qiyamati fi ad-dima. Tha gjëja e parë që do gjykohet në ditën e gjykimit janë gjaqet. Shpesh herë keni ndëgjuar edhe prej neve hoxhallarëve se gjëja e parë që pyetet njeriu është namazi. Po tasha namazi a gjaqet. Dietarët kanë thonë bashkimin e këtyre dy haditheve, sa i përket hakut Zotit, gjëja e parë që u morën pyetje është namazi. E sa i përket hakut njerëzve, gjëja e parë që u morën pyetje është gjaqet. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na përshkruan një hadith se në ditën e Kiametit, dhe kjo është prej skenave të merruese dhe trishtuese në ditën e gjykimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot do vjethet i vrami në ditën e gjykimit. Pra i vrari do vjethet në njërën dorë të tij e ka kokën e vet. Dhe kjo është subhanallah për skenave dhe çuditërave të ditës së gjykimit që s'ka pikë dyshimin ta. Po në njënën dorë ka kokën e vet, kurse në dorën tjetër thotë e ka kap vrasesin, duke shtermuar për qafën e tij, dhe duke i pik gjakin e për tokë, dhe pastaj dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe para Allahut xhalla wala, para gjykatësit suprem, dhe i thot Allahu xhalla wala, o Zoti im, hadha qataleni, thot ky është ai i cili më ka vrarë mua. Atëherë Allahu xhalla wala i thot vrasesit, pra në ditën kur mas shumë ti ki nevojë mu shpëtu, i thot ti je shkatruar dhe urdhnon melaqet për me quën e xhehenemin Allahut, Allahu na ruajt. Kjo do jetë përfundimi i tij në botën tjetër. Dhe thot Omeri radiallahu ta'ala anhu duke shikuar qabën e bekuar, ori oj qabe, sa e madhe je dhe sa e madhe është shenjtëria jote, mirë po gjaku i muslimanit është më i madh se sa shenjtëria jote. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala ka vendos në dëshkimet e rrepta për ata të cilët e mbysin muslimanin dhe e mbysin besimtarin e jetën e kësaj bote. Dhe pasojat e kësaj mbytje, ata i marrin e jetën e kësaj bote dhe i marrin e botën tjetër. Dhe pa dyshim që ai i cili mbyt në dikë, me të vërtetë ai është i mbytur, pra në shpirtin e tij, në zemrën e tij, në huajtjet e tij të cilat do i përjeton, qoftë në ligjet e demokracisë që janë me burg të përjetshëm, ose në ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala që pret në botën tjetër. Prandaj ligji i Allahut është rahmet. Ligji i Allahut subhanahu wa ta'ala është rahmet për gjitha krijesat. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na ka porositur me ajetet e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithet e tij që muslimanit
nuk ban as me ju mat me shufër. Derisa nëse vetëm ja drejton shufrën sa të vogël qoftë, në këtë rast edhe me vetur dikur që i matë dikujna, atëherë subhanallah kjo hen në atë që e mallkojnë me laqet. Në një transmetim thuhet 70.000 me laqe mallkojnë vetëm pse ju ka matë. Sa njeriu ka bë hajgare me alltin e tij, sa njeriu ka bë hajgare me shufrën në dorën e tij, dhe ju ka matë një personi dhe pastaj ka psue me vdekjen e tina. Prandaj për me urujt jeta, Allahu subhanahu wa taala i ka vendosur këto që i ndëgjuat, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka treguar në hadithet e tij. Prandaj edhe në haxhin e lamtumirës, ku pejgamberi alayhi salam i kishte më shumë se 100.000 sahab, pra të gjithë ishin të devotshëm, njerëzit më të mirë pas pejgamberëve, i kishte përpara në haxhin e lamtumirës duke mbajtur hutbe. Dhe paramenoni vëllezër të nderuar, kur je para një audience, pra mbi 100.000 persona, do të me zgjedh fjalët më të përshtatshme dhe më të dobishme që ju vijnë atyre dhe gjithë atyre që vijnë deri në kiamet. Dhe në mesin e tyre pejgamberi alayhis salam e zgjodhi një fjali që ka mbet rregull të shenjtëria dhe jeta e njerit: ela inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, me të vërtet gjaku juaj, pasuria juaj, jeta juaj, nderi juaj janë haramun alejkum, janë haram të ndaluara, ka hurmeti yawmikum hadha, ashtu që është shajt kjo ditë, fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha, ashtu që është shajt ky muj dhe është shajt ky qytet Mekka e bekuar. Prandaj lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na ruan nga marrja e jetës së tjetrit pa të drejtë, dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të ruan muslimanët nga çdo kurrë dhe komplot. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër të nderuar, ne shohim në ligjet atyre që i kanë vendosur nga mendja vetë dhe ju nga Allahu subhanahu wa taala, se për dënimin e vrasësit në këtë tokë vendosin burgje, ose dënimet e tjera të cilat Allahu azza wa jall nuk ka zbrit kur far fakte dhe kur far argumente dhe prove. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala ka vendosur diçka tjetër, dhe ajo që Allahu azza wa jall ka vendosur janë 3 gjëra. Pra nëse dikush e mbyti kanë Allahu na ruajt, atëherë familja e të vrarëmit i ka 3 të drejta ndaj atij që e ka vrarë. E para është me kërkuar nga organet kompetente, do të thotë që ata ta likvidojnë atë dhe ta eliminojnë atë. Po ky është haku i parë që ata kanë drejt me kërkuar. Ndërsa haku i dytë është që me e vendos shpagimin, që i thojnë dije në gjuhën arabe, apo vendosja gjakut me paguë. E që është 100 deve. Pra një deve është dikun 3.000 euro ose 3.500 euro, atëherë i paguën dikun 300.000 euro ose 350.000 euro, edhe ja familjes vrarëmit, pra kjo nuk është diçka më në vlesu pse ai është myt, pastaj më dhon gjaku i tij na më paguë. Mirë, po kjo për shkak se kur të paguaj 300.000 euro, pastaj matët tjetër herë mirë apo do me vrarë tjetrën apo do me vrarë tjetrën. Për arsye se shuma duhet më paguë për ato domosht që ka vrarë, dhe e treta është folja. Pra folja, po cila është më e mira? A më fal, a më vra, apo me ja vendos gjakun? Normal kjo kthehet te çështja e vrasësit. Po nëse pe familjes mirë, nëse kanë dudh, domethënë ato për ato kacafile s'është prit petina që mundet me mytë kështu me radh, atëherë më mirë është folja. Ka sa Allah thotë femen afa wa aslaha fajruhu ala Allah. Kur do të fal dhe përmirësohet, atëherë shpërblimi i tij është tek Allah. Mirë, po nëse nuk është personi as pe të parë që meriton mja fal, po as nuk është për me mbyt, pra nuk është për me mbyt, atëherë më mirë është mja vendos devet. Po paguaj 100 deve gjakun. Po paguaj 300.000 euro, edhe ti vazhdo me vrau prapë nëse ta merr mendja që mundesh me paguaj. Edhe e treta, pra nëse s'është as pe dytës, pra është i rrezikshëm që nëse prapë i qitet gjaku, atëherë ai person, domethënë mundet prapë me mbyt tjerë. Pra yas'a fil ardi fasada, yas'a për të duke po shkatrime, atëherë më mirë është ato shteti mi marr dhe mi mbyt.
Pse? Se Allahu shikon çfarë thon Kur'an. Walakum fil qisasi hayat. Thot në hakmorin këtë rast nëse mbytet ai, keni jetë. Se ai kur e din që ku më mbyt, atëherë edhe matet mirë a me vrau mos me vrau. Dhe në fakt kjo është mrekullia e fjalëve të Allahut. Pra ju në hakmori thot Allahu keni jetë. Qysh keni jetë? Pra, kur e din ti që i ke mu vrau me shariat, atëherë ti e shpëton edhe veten e ata. Pra se mbyt ata, pas nuk e mbyt veten tonë. Është e qartë. Prandaj vëllezër të nderuar, ne po shohim shpesh herë kur dikush po mbyt dashurin e vet në mënyrë misore, ose po mbyt bashkëshortën e vet, siç kemi parë raste, domethënë për raste që kanë ndodhur në vendin tonë, ose raste që ndodhin me hoxhin atje kështu me radhë. Ne lexojmë ana për komente se personat e tillë do të mu qit në sherr, do të mu vjen kanop, do të mu mbyt kështu. Po ligji Allahu subhanahu wa taala këto e thot. Pra personi që mbytet ose njënën për 3 gjërave, ose familja, këtë rast para gjykatës, thot këto dojna me mbyt, ose thot mja qitë gjakin, ose dojna mja fal. E lusë Allahun subhanahu wa taala që Allah të në ruan nga vrasja, nga mbytja neve dhe gjithë muslimanet, dhe lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allah të në ruan nga çdo kurth, nga çdo komplot, nga çdo intrig, dhe Allah subhanahu wa taala të ja jap dënimin e merituar atyre të cilët ecin e tokë me bashkëkatrime. Allah azza wa jall ju ndihmon muslimanët kudo që janë, veçanërisht ata që janë në Gaza dhe Liban. Allah azza wa jall ju ndihmon muslimanëve, Allah ju ndihmon muslimanëve. Lutem Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta, që Allah azza wa jall me i shpëtuar muslimanët. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون